Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që po lë gojë hapur edhe mjekët, pini qumësht me hudhra dhe do trajtoni këto sëmundje. Sipas ekspertëve, perimet, fruta dhe erëzat janë një pjesë e disa prej kurave më të mira mjekësore që njeriu mund të përdorë kundër sëmundjeve dhe çrregullimeve. Një prej këtyre kurave bashkon pikërisht qumshtin dhe hudhrën për të krijuar një lëng të fuqishëm kundër artritit, kollës, pagjumësisë, sëmundjeve të zemrës dhe njëkohësisht shumë sëmundjeve të tjera. Ja se si ta përgatisni këtë recetë në mënyrën më të thjeshtë dhe ta përdorni atë sa herë që të keni nevojë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 10 thelpi hudhër të grirë holl, 500 ml qumësht dhe 250 ml ujë. Udhëzimet: përzieni ujin dhe qumshtin në një tenxhere, shtoni hudhrën dhe më pas vendoseni në zjarr. Sapo lëngu të marrë val, uleni temperaturën dhe përzieni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni tenxhere nga zjarri, kullojeni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe pijeni të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pije të shëndetshme janë të shumta. Artriti dhe nervi shiatik. Konsumi ditor i këtij lëngu ndihmon në trajtimin e simptomave dhe dhimbjeve shoqëruese të artritit. Ky qumësht gjithashtu ndihmon edhe në trajtimin e simptomave dhe dhimbjeve shoqëruese të artritit. Gjithashtu ndihmon edhe në zbutjen e dhimbjeve të nervit shiatik. Sëmundjet e zemrës. Qumshti me hudhra është një mënyrë shumë efikase në uljen e kolesterolit të keq dhe parandalimit të formimit të pllakëzave të gjakut. Azma. Qumshti me hudhra duhet pirë gjithashtu çdo natë përpara gjumit në mënyrë që ju të zbusni të gjitha simptomat e zemrës. Ju gjithashtu mund të pini qumësht ose të hani 3 thelpi hudhër për çdo natë. Verdhëza. Hudhra nga ana tjetër eliminon toksinat nga organizmi dhe aktivizon enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksionit të ëmbëlsisë. Hudhra përmban shumë sulfur që është i rëndësishëm për ëmbëlsinë tuaj dhe sipas ekspertëve hudhra përmban edhe selenium dhe alicin, të cilat luftojnë yndyrosjen e ëmbëlsisë. Konsumimi i rregullt i hudhrës dhe qumshtit në një lëng të vetëm për 5 ditë me radhë ndihmon gjithashtu në trajtimin e verdhësës. Pagjumësia. Qumshti me hudhra ndihmon në qetësimin e organizmit dhe gjithashtu ju ndihmon ju që të flini më mirë. Pneumonia. Qumshti me hudhra duhet pirë 3 herë në ditë kundër pneumonisë. Kolla. Kombinoni qumshtin, hudhrën, shafranin e indis dhe pak mjalt dhe pijeni këtë lëng për të kuruar kollën tuaj kronike. Tretja, vlerat fantastike dhe antiseptike të hudhrës e bëjnë atë të rëndësishme për sistemin tuaj imunitar. Ajo gjithashtu ndihmon me tretjen, pastrimin e sistemit limfatik dhe detoksifikimit të trupit. Ky lëng gjithashtu ndihmon edhe në sekretimin e lëngjeve tuaja tretëse dhe njëkohësisht kundër diarresë. Kolesteroli. Pijeni qumshtin me hudhra për plot një javë të tërë nga një gotë në ditë për të rregulluar nivelin e kolesterolit. Mënyra e pirjes të qumshtit me hudhër edhe për problemet e përmendura është një gotë në ditë për të paktën një javë. Hudhra mbetet një nga ushqimet më të rëndësishme për shëndetin. Hudhra ka vlera fantastike për shëndetin ton. Sipas ekspertëve, shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme në pothuajse çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj. Ne këtu do t'ju tregojmë arsyet se pse duhet të hani hudhra. Mbani dhëmbët e shëndetshëm. Ulëmtimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë alternativ për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve.
Hudhra ka veti antibakteriale, antivirale dhe antikërpudhore. Veti antiplakje. Sipas ullumtimeve, hudhrat janë efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe njëkohësisht bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndërrojnë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast me këtë proces dhe do të shkatërrojë të gjitha qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalt. Kjo vjen si pasojë e stresit oksidativ. Në këtë raste, hudhra mundet që të jetë një shtesë e dobishme për dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, të cilat shkojnë kundër oksidimit tepër entuziast të qelizave në trupin tuaj. Këto substanca zakonisht njihen edhe si antioksidues. Në këtë mënyrë, hudhra ndihmon në ngadalësimin e shenjave fizike të plakjes. Hudhra ju bën më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por në fakt është diçka e vërtet. Sigurisht, të gjithë ne e dimë efektin që hudhra ka në frymëmarrjen tonë. Por, në fakt, duhet të dini se aroma e trupit tuaj ndikohet edhe nga perimet. Studimet e bëra në vitin 2016 kanë treguar që ndikimi i hudhrës në erën tuaj trupore në të vërtetë është kryesisht pozitiv. Pjesëmarrësit në një test të nuhatjes përshkruan aromat e njerëzve që kishin ngrënë hudhër si më pak intensive dhe më tërheqëse. Kjo mund të jetë për shkak të vetive antimikrobike të hudhrës. Bakteret që shkaktojnë erën e keqe të djersës zvogëlohen kur ju hani hudhra. Jeni të vetëdijshëm që kjo funksionon më mirë kur hani hudhër një ditë para takimit tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, hudhra e freskët gjithashtu forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribojë në shëndetin tonë është e ditur prej shumë kohësh. Në fakt, hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë për vetitë e saj të cilat veprojnë kundër baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Për forcimin e imunitetit, ju duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj. Ndërkohë, me gatimin e saj ju do të humbisni shumicën e ushqyesve të alicinës. Ndërkohë, hudhra ul edhe presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet e cila ul presionin e lartë të gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillën e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë në rezultatin në tërësi, por nuk ju shëron. Ndërkohë, hudhra gjithashtu është një antioksidant i fuqishëm që lufton kolesterolin e lartë. Nëse vuani nga kolesteroli i lartë, hudhra është një zgjidhje shumë e mirë. Shtojeni atë në dietën tuaj dhe kështu rezultatet do të jenë shumë të mira. Gjerësisht është vërtetuar se vetitë e saj mund të zvogëlojnë kolesterolin e keq. Gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e ftohjes. Hudhra është një ilaç i shkëlqyer për ftohje dhe kollën. Dihet se forcon funksionin e sistemit tuaj imunitar, i cili përmirëson luftën e trupit kundër komplikimeve të shkaktuara nga ftohja. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!